Para 2 jave po këtu në Shaninoshi, Kuqezin të Jakovës i kam bërë konak një skuadrë nga kryeqyteti, aso kohë e gostitën Borën dhe mbyllën gjiron 4, kurse sonte mysafir është Sigal Prishtina dhe kjo është ndeshja e cila mbyll gjiron 6 Pro Credit Superligës. Adruz basketbolit, platformën tuaj dhe tonë artmoshën, ku do qeni duke na shikun këto qaste, Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në duelin vllaznimi Sigal Prishtina, ku me ju jam une sonte Agon Femiu. Para 2 javësh vllaznimi u ndesh me Borën, atë bot në përballjen e 2 skuadrave që ende nuk ishin shijuar fitoren dhe Kuqezin fituan derbin e fundit tabelës, duke ja bë sefte fitoreve në edicion e ri. Mirë po pason një tjetër disfat nga rivali direkt. Pas i ravetit 0-29 tonë, nëse za i surojnë poshti vllaznimin me rezultat minimal 81-80, edhe atë në sekundën e fundit. Nga ana tjetër, Sigal Prishtina para 2 javësh hyri në derbin kundër Bashkimit si një nga 3 skuadrat e pamposhtura dhe psoj disfat në Prizren, ndërkohë që psoj edhe disfatin e 2-3 javën e kaluar në kryendeshin e zhvilluar në Prishtinë kundër Go Plus PS, e cila deri mbrëm, së bashku me Bashkimin ishin 2 ekipet e vetme të pamposhtura, mirë po mbrëm në super ndeshje midis këtyre 2 skuadrave. Bashkimi e njoftoi Go Plus PS me disfatin e parë dhe kështu Bashkimi mbeti lideri vetmuar me 6 fitore pa humbje. Kështu sonte vllaznimi dhe Sigal Prishtina po futën në këtë duel me motiv të madh për fitore për të këndellur nga forma e keqe dhe ndërprer serinë e humbjeve. Skuadra e Sigal Prishtinës, kapiteni Daniel Lekëndreaj, me numër 0 Adrio Bailey, 1 Arjan Azemi, 2 Deondre Burns, 6 Valmirka Kruki, 12 Dion Haxhosaj, 16 Ardiani Bishi, 24 Lemba Otri, 27 Marsyla, 33 Kelby Kramer, 34 Bart Istrefi dhe 44 Don Poloshka me trajnerin Mihail Kakiusis dhe ndihmësin e tij Stratos Vardakis. Në anën tjetër, vllaznimi paraqitet me kapitenin me numër 11, Ati Koshin. Me numër 1, Zigiri. Numër 2, Andri Bedra. Numër 3, Joni Ismaili. 4 Kaosi Ezeagu. Numër 6, Markiz Warwick. Numër 10, Joranej. Numër 21, Samir Zekici. Numër 23, Leo Kolimeria. 25, Drende Dushaj. 55, Ronda Syla. Dhe 56, Eden Cingu. Trener Jeronimo Sharini me ndihmësit e tij Driton Racin dhe Doran Hanën, i cili u rikthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe tani të dëgjojmë intonimin e himnit të Kosovës. Pra sonte vllaznimi dhe Sigal Prishtina po futën në të ndëgjuam edhe intonimin e himnit të flamurit.
Pra vllaznimi dhe Sigal Prishtina po futën në këtë duel me motiv të madh për fitore, për të këndell nga forma e keqe dhe për të ndërprerë serinë e humbjeve. Përndryshe këto dy skuadra vitin e kaluar patën një rivalitet të jashtëzakonshëm pasi në pjesën e rregullt i nda nga dy fitore u takuan në finalen dramatike të Ligës Unike dhe në fund ndeshën edhe në çerek finalen e play-offit. Po e shohim atje dhe babain e Jon Ismailit, Afrim Ismailin, ish basketbollistin e Prishtinës. Pra, rivaliteti edicionit të kaluar në 4 ndeshjet e kampionatit të rregullt të Pro Credit Superligës, Vllaznimi dhe Prishtina i kanë dhënë nga dy fitore. Vllaznimi fitoi 2 ndeshjet vjeshtore, ndërsa Sigal Prishtina ato pranverore. Pastaj me 27 mars në Prishtinë këto dy skuadra u takuan në finalen super dramatike të Ligës Unike dhe pas vazhdimeve Vllaznimi fitoi atë duel të çmendur dhe u shpall kampion i ligës, e cila bashkoi Sportin Barkombëtar Shqiptar duke ngritur trofeun e parë pas plot 29 viteve dhe të parin pas luftës. Një herësh duke mohu Prishtinasve trofeun që ende nuk e kishin fitu, pra titullin kampion të Ligës Unike. Krejt në fund të edicionit, të dy ekipe u ndeshën në çerek finalen e play-offit, e cila po ashtu doli të jetë super interesante dhe dramatike. Sigal Prishtina e fitoi duelin e parë çerek final me rezultat të ngushtë 71-69. Ishte kjo një ndeshje një prej më të bukurave të edicionit të kaluar dhe drama e dytë midis këtyre dy skuadrave brenda vetëm 14 ditëve. Me 12 prill të këtij viti u zhvillua çerek finalja e dytë këtu në Shani Nushi. Ishte ai një duel i çmendur pasi Prishtina e kontrolloi plotësisht ndeshjen në 17 minutat e para duke shkuar në plus 21 pikë. Mirë po Kuqezin të Gjakovës në një ambient fantastik këtu të udhëhequr nga tandemi Jerry Cole Helms dhe Trey Anderson arritën pra të rikthejnë rezultatin e në fund pra të ngadhënjejnë me 17 pike përsi 90 me 73 duke barazuar serinë 1-1 dhe me 16 prill 2025 në Prishtinë u zhvillua çerek finalja e tretë mes të Sigal Prishtinës dhe Vllaznimit. Edhe në ndeshjen e tretë dhe vendimtare u deshën vazhdimet për të përcaktuar fituesin dhe gjysmofinalistin, pasi që dueli shkoi kosh për kosh tër kohën, kurse në fund me 2 gjuajtjet e lira të Hellemsit rezultati u barazua në 74 me 74. Krejt në fund Prishtina fitoi dhe u kualifikua në gjysmë finale. Pra ishte kjo një historie jashtëzakonshme, një seri dramatike dhe fantastike basketbollistike ndërmjet Vllaznimit dhe Sigal Prishtinës vitin e kaluar. Dhe ja, sonte këto dy skuadra po takohen për herë të parë pas saktësisht 7 muajve që nga kjo ndeshje e tretë çerek finale e cila u zhvillua me 16 prill. Pra kanë kaluar plot 7 muaj dhe ja sot 16 nëntor këtu në Shani Nushi këto dy ekipe po e fillojnë edicionin e ri, serinë e përballjeve të njërit prej kampionateve ndoshta më emocionuese në 20 vitet e fundit. Pra shumë gjëra kanë ndryshuar nga ajo ndeshja e fundit për këto 7 muaj. Skuadrat janë me pothuaja 80-90% të përbërjeve të reja, ndërsa lojtarët e këtyre skuadrave kanë ndruar. 2 nga lojtarët kyç të sukseseve të Vllaznimit edicionin e kaluar, Dom Polloshka dhe Arjan Azemi, gjatë verës u transferua te Sigal Prishtina, kurse talenti i ri Prishtinas Jon Ismaili kaloi te Vllaznimi. Ndërkohë të pakënaqur me tuaj të angazhuar së fundmi, Kuqezin arritën të bindin yllin dhe heron edicionit të kaluar Jerry Cole Hellemsin që të kthehet në Shani Nushi edhe pse ka pas oferta nga skuadra tjera. Megjithatë ai ka zgjedhur të kthehet në Gjakov për ta ndihmuar trajnerin e tij Jeronimo Sharinin dhe qytetin të cilin atë shumë po e don, ashtu ka deklaruar, që të dal nga kriza e cila e ka kaplu, pasi që aktualisht pra Vllaznimi ka vetëm një fitore 4 humbje. Të themi se nga të huajt Mahal Bashiqi, Davisi, Clark, Tarant, Carter nuk janë më me Prishtinën, sikur se as Fis Rugova, Jon Ismaili, Dion Sheqiri, Fatin Shoshaj e Norik Binqes. Fundmi u largua dhe Muhamed Ali Janjeva, pra i vetmi që ka mbetur nga ndeshja e fundit e 16 prillit në këtë palestër mes Vllaznimit dhe të Prishtinës është kapiteni Daniel Lekëndrej. Nga ana tjetër nuk janë Dom Polloshka, Arjan Azemi që kaluan te Prishtina. Pastaj skuadrën e kalëshuar edhe Arbër Sinani,
sikurse edhe të huajt Hellem Sanderson, Gjito Bo dhe Walker, mirë po kam betur vendasit kapiteni ati Koshit Cingu Bedra dhe është kthyer Ronda Syla, si dhe e tham ditë më parë në mënyrë sensacionale u bë ditur rikthimi i Jericho Hellemsit, yllit kryesor të Gjakovarve vitin e kaluar. Pra shumë lëkundje, shumë lëvizje dhe shumë ngjarje ka ndodhur nga atëherë për të ardhur deri te përballja e sotme, e cila është shumë e rëndësishme për dyja skuadrat në mënyrë që të këndellen dhe të marrin frym pak më shlirshëm, pasi të dyjat javën e ardhshme ndeshen me rival të fortë. Sigal Prishtina e pret Trepçën në El Klassikon e parë të këtij edicioni, kurse vllaznimi u thon në Karagaj Tepea. Pra, starti dobët i vllaznimit me vetëm një fitore 4 humbje, kurse Sigal Prishtina pas 3 fitoreve rresht hyri në një mini kriz, lepsoi 2 herë radhazi nga rivalët direkt Bashkimi dhe Epea, andaj sonte të dyjat me ngul do ta kërkojnë fitoren. Kush do të jetë më i suksesshëm, Jeronimo Sharini apo Mihajlis Kakiuzisi, kush do t'i kthehet fitoreve dhe do t'ja bëj sefte në përballje direkte të këtij edicioni të mrekullueshëm të Pro Credit Superligës, mbetet të shihet nga ky duel që një herë është edhe mbyll vikendin fantastik të Pro Credit Superligës. Dje Bora shënoi fitoren e parë në Theran ndaj Golden Eagle Yllit 70-78, Bashkimi e mposhti PEN 83-79, duke mbetur i pamposhtur, dhe Trepça para pak qasesh mposhti Rahovecin në minatori me 92-78. Edicioni Gjira e 6 vali përmbyllet me këtë duel mes të vllaznemit, edhe Sigal Prishtinës Samir Zekiqi atje tenton ta mbyll, edhe arrin ta pengon Bejlin. Ismaili, Zekiqi përballë Bejlit, Warwick depërton deri në fund, nej, tenton ta përmirëson, nuk ja arrin. Bejli ishte aty më i kujdesshëm, ish Gjakovari Arjan Azemi, Lekëndreaj i vetmi i cili ka mbetur te Prishtina nga ajo ndeshja e fundit. Nga një tentim i secilës skuadër i dështuar, tentim për 3 pikë, nuk ka shënim, ka Kramer atje lufton. Kolimerio kundër sulmi shpejt për Jan Ismailin, i cili blokohet atje nga Kramer. Lekëndreaj, Arjan Azemi, gabim apo 3 sekonda, jo, 3 sekonda nga giganti Kelby Kramer, 213 cm-shi. Erdhi nga kampionati i Venezuelës, Amerikani, 213 cm Kelby Kramer. Të dyja skuadrat deri tash kanë tentuar nga 2 herë, kanë huqur një blokade Kramerit. Ismaili përballë Azemit, depërton deri në fund, edhe nuk ka shënim, edhe pse aty pati kontakt, referët heshten Artangashi kryesori, me ndihmësit Haxhanin dhe Lajën, edhe pikët e para, po e kap atje këmbën Otri, si duket është lëndu me këtë rast. Kolimeria, edhe një herë në brendi atje, Kramer i paka përcyrshëm, edhe Daniel Lekëndreaj është ish lojtari i vllaznemit, luftëtari Shkodron, tani kapiteni i Prishtinës. E Prishtina erdhi pikërisht nga vllaznemi, ku kishte qenë i huazuar për gjysmë sezoni. 0-2 mbetet përsia fillestare. Sa bukur atje, fauli Kelby Kramerit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Marquis Warwickun. Bukur atje, lëvizje mashtruese me kthim prapa nga Warwick, i cili realizon herën e parë. Ka një efikasitet prej 82% nga vija gjuajtjeve të lira në këte kampionat. Marquis Warwick, 4 ndeshje i ka zhvillu për vllaznemin. Sonte starton me 2 gjuajtje të lira të realizuara për të barazu rezultatin në 2-2. Ismaili është pranë Otrit atje, e përcjell në hap
Zekici pranë Bejlit, i cili e ka shkelur vin atje Daniel Lekëndreaj. Largohet, thash që ka të lashe atje me këmbën Lamb Otri, pati një goditje në vend të ti, në loj inkuadro DeAndre Burns, fundori i cili erdhi te Prishtina nga Le Portel francez. Edicionin e kaluar ishte bashkëlojtari Edon Maxhunit në Francë, në Le Portel, lojtari me numër 2 te Prishtina, DeAndre Burns. Ismaili deporton derën në fund dhe realizon e treta e vërteta kësaj radhe mbi gigantin Kramer. Arrin që të realizon Jon Ismaili. Opa, atje dora mbrapa. Burns nështë edhe shkaktoi faull në sulm. Burns dhe Ismaili është pranë tij. Lekëndreaj e sheh korridorin. Lufton atje Kramer, i pandashëm pranë Anej dhe Kolimerios, barazon rezultati në 4-4. Luftë e madhe, dhe si duket edhe si vjet do të shohim ndeshje dhe përballje interesante dhe dramatike midis këtyre dy skuadrave që thash edicionin e kaluar patën një rivalitet të jashtëzakonshëm 2-2 në kampionat të rregullt. Vllaznimi e fitoi finalen e Ligës Unike duke ngritur trofeun e parë pas 29 vjetëve. Ishte ky trofeu i tretë në historinë e basketbollit të pavarur për vllaznimin pas kupës në vitin 92. Opa, bukur atje Jon Ismaili, përpaksa nuk ja vjedhi topin DeAndre Burnsit dhe shkakton faull nga prapa. Tash vllaznimi ishte trofeu i tretë i Ligës Unike, 2 kupa para luftës 92 dhe 96. Trofeun të cilin e fitua me 27 mars i pari pas luftës dhe 2 nga 5 lojtarët rëndësishëm të asaj skuadre të vllaznimit sonte janë për Prishtinën. Arian Azemi dhe Topolloshka. Sa bukur e vjedh topin Warwick, atje shmangët dhe personale e ish kuqeziut Arian Azemit, që njëherës ishte shpallur edhe MVP asaj finale të Ligës Unike. 24 pikë, 6 cime e 3 asistime pa të realizuar Arian Azemi kundër Prishtinës. Tash skuadrës së tij. Warwick përballë ka Burnsin. Ullet atje në qendrim basketbolli Burns, shikoni se si e përcjell Warwickun. Bukur Warwick, blokada e dytë e Kramerit, bukur atje. Bailey fluturon dhe ngulit për 4-6. Për mrekulli, top i vjedhur dhe kundër sulmi shpejt. Kolimerio, braziliani, fenomenal. I vetmuar betët braziliani, i cili nuk e lëshon rastin, ja treshja e parë sonte në loj për 7-6. DeAndre Burns dalet atje për ta detyru Ismailin që të shkakton faull. Menshëm ju shmang ati faulli Joni. Bailey për Burnsin, i cili e sheh atje korridorin. Joranej e kishte një komb knej e një komb anej. Dhe 5 sekonda për sulmin e Prishtinasve. Edhe 52 sekonda. Edhe 5 minuta 26 sekonda. Jon Ismaili për mrekulli ik në kundër sulm dhe realizon kundër ish ekipit të tij për të ngritur e përsinë në 9-6. E përsia më e lartë e vllaznimit deri tash. Asnjë skuadër nuk e kaloi plusin prej 3 pikëve deri tash. Arian Azemi tenton për 3 pikë, nuk realizon. Joranej bukur e mbyll atje Kramerin dhe e fiton këtë top. Ismaili për Zekicin, lëvizje bukur, sa bukur e vjedh këtë top Arian Azemi Warwickut. I vetmuar Lekëndreaj tenton, nuk realizon. Joranej
nën kosh dominon Ismaili, pranë tij është Azemi. Lëvizje bukur mashtruese, por e vjedh topin Arjan Azemi, depërton. Oj. Lëvkod atje Joran Ej, por e përmirëson Kelby Kramer. I ngrit durt Anej, thot pse s'po vjeni memni mu. Çfarë aksioni bukur. Terzi banane në një anë, mas e ngulitje Kramerit në anën tjetër. Faul është ky. Koshi Jon Ismailit i pandalshëm sonte. Pati edhe faul. Baba Jonit ish lojtari Prishtinës Afrim Ismaili. E Jonit deri vitin e kaluar 6 pike, 1 asistim. Deri tash i shkëlqyeshëm në këto 7 minutat e parë, 6 minutat e para. Lek Andreaj e kthen bukur te Azemi, i cili mbetet i vetmuar, e njeh mirë këtë palestër dhe bombardon për të ngritur rezultatin në 11-8. Warwick, sa bukur atje Warwicku. Lëvizje mashtruese, i ngriti Pelin dhe Kramerin në hava, po 33 faul, edhe pse menduan se ishte gabim në hapa, por jo. Ju kujtohet ajo loja të cilin e kemi luajtur si fëmijë, devet e kilavta, Kramer i hympi mbi qaf Warwickut. Bukur atje Daniel Lek Andreaj e vjedh te top dhe ngulit në anën tjetër për mrekulli. 11-13. E vjedh bukur topin, ik në kundërsun dhe e përmbyll serin prej 0-5. Lek Andreaj i atje Kolimerios, shpejt. Foul ndaj Warwickut. Herën e parë i pasakt është huqja e parë e Marquis Warwickut. Ishte 2-2 më herët. Kësaj radhe qëllon për të afruar rezultatin në 12-13. Ati Koshi, kapiteni, hyri në lojë në vend të Jon Ismailit. Anej pranë DeAndre Burnsit, kemi një mismatch atje dhe tani kthehet Anej në Kramerin. Azemi me Warwickun, depërton deri në fund, e blokon Warwick. Mirë po lufton Lek Andreaj nga ana e kundërt dhe shënimi pranohet pasi që Anej e preku Koshin, dërsa topi ishte duke u rrotulluar ende. Ja. Pikët pranohen, 12-15. Kërkon pressing atje Kakiusi. Opa, gabim në hapa nga Warwick. Tentoj edhe kësaj herën gjashëm si pak më herët. Mirë po, shkaktoi gabim në hapa. Për herë të parë sonte në lojë do të inkuadrohet Ziggy Reed. Largohet Warwick, largohet edhe Colimerio braziliani në lojë për herë të parë Da Syla dhe Reed. Ziggy Reed është arma kryesore e vllaznimit me mesatare prej 21 pikëve dhe 5 kërcimeve. Ngritet zakonisht nga banka rezerv. E faulli Ronda Sylës, i cili e shtyen atje Arjan Azemin. 6 pikë të Jon Ismailit, lider i skuadrës mysafire. Më fani vendase. Në anën tjetër me nga 4 pikë Lek Andreaj dhe Kramer, lider të Prishtinës. Lek Andreaj atje gabon. Apo? Jo, Joran Ej.
e pranon atje Jorane. Shumë lojtar korrekt. Atik Koshi, kapiteni, kërkon rishikim të situatës. Do të kemi rishikim të rastit të fundit nëse Jorane do boj topin apo jo. Pra u pa qartë se topje kishte prekur këmbën e Joranejte, kishte pranuar dhe vetë Jorane, unë nuk e kuptoha pse trajneri Jeronimo Sharin e kërkoi rishikimin, e shpërdoroi rastin. Tu patëm një ankesë për 5 sekonda, në vërtet ishte kohë më e gjatë se sa zakonisht, por referët ishin duke ngjehur. Atiku kërkon blokun, Anej, sa bukur e bon Anej, mirë, por nuk e pranon topin, por Samir Zekici bombardon treshja e dytë për vllaznimin, për barazim rezultati, 15-15. Samir Zekici shkakton personale. Edhe njëherë asistimi i Atik Koshit, kapitenit për Samirin. Është kjo treshja e dytë për vllaznimin. 2 tentime, 2 treshe, një Kolimerio dhe një Zekici. Pressing i jashtëzakonshëm i vllaznimit në këto qaste nuk po lejon rivënien e topit. Burns mbi Anej tenton mirë, po shumë mirë janë duke mbyllur Koshin sonte Kuqezin. Zigiri depërton deri në fund, e ndalet në mënyrë të palejuar. Nëse zgaboj, ishte lojtari me numër 2 po, DeAndre Burns, ai cili shkaktoi fall. Valmir Kakruki do të inkuadrohet në lojën të gigantit Kramer. Valmiri i cili u rikthye tek Sigal Prishtina nga skuadra Macedonase Qairi 2030, skuadra e shqiptare në Shkup Qairi. Natyrisht Valmiri ishte pjesë e Prishtinasve 4 vite më herët, 4 edicione më herët, kur 4 shkupjanët shqiptarët Vllazëri Zeqiri, Jetmir Elejsoni së bashku me Rezat Mehmetin dhe Valmiri Kakruki erdhën në Prishtinë. Burns u realizua një nga 2 gjuajtjet e lira, 16-15. Lekëndrej me Zigiridin, Kakruki mbetët i vetmuar, e pengon Ronda Sylla kundër sulmi shpejt. Zigirid për mrekulli atje për Samir Zekici dhe treshën e tij të 2 tresht, 19-15. 2 herë Dumdum Zekici për 19-15, e përsia më lart +4. Në brendi për mrekulli, e përbiron asiston Lekëndrej për Kakrukin, 19-17.
do të inkuadrohet në lojë në fakt për herë të parë sonte Don Polloshka. Ish Kuqezi, sa bukur atje, nuk e mbyllin Kakruku dhe Bailey korridorin. Realizon Reed dhe të shohim personale e kapitenit Atikoshit, 21 me 17. E tani Don Polloshka do të inkuadrohet në vend të Burnsit. Arjan Azemi depërton, nuk realizon, më i larti në kërcim Bailey. Atje për mrekulli e mbulon Ezeagu, të shohim çka ndodhi. Me këmbë luajti Ronda Syla, si duket. Po, me këmbë ka luajti Ronda Syla. Mire ka pa të referi Gashi. Azemi për Lek Ndrejajn, luftojnë atje Kakruku dhe Da Syla, i cili bukur e mbyll korridorin, dhe Qereku i parë mbyllët me 4 pike përsi për vllaznimin, 21 me 17. Vazhdimisht është ndruar e përsia sonte adhurues të basketbollit, deri tash 6 herë ka ndruar në Qerekun, vetëm në Qerekun e parë. Rezultati është barazuar 4 herë, në fakt 5, më falni. Kemi marketing, shkojmë me marketing para se të rikthehemi për pjesën për Qerekun e dytë. Ajdin qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bank me shku? Ngam ti vu. Banka Prokredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Një qerek i par i niveluar adhurues të basketbollit, i shohim edhe statistikat e Qerekut të parë. Shohim 100% efikas për 3 pikë vllaznimi, ndërsa një përqindje shumë e ulët e Sigal Prishtinës për treshe. Në deportime, vllaznimi shumë më i rrezikshëm, ka deportuar dhe Sigal Prishtina në Qerekun e parë, ka shkaktuar 6 personale, prej tyre pra janë ekzekutuar 6 luajtje të lira, 4 i ka realizu vllaznimi, në vërtet përqindje e lartë e vllazimit, ka vija luajtjeve të lira dhe për 3 pikë. Në anën tjetër, Prishtina ka realizuar 14 nga 17 pikët e veta në brendi të trapezit, personale e Valmir Kakrukit. Edhe giganti i vllazimit Drende Dusha, i cili shumë pak përdoret nga trajneri Jeronimo Sharin, 218 cm. Mbrojtje e fuqishme agresive e lojtarëve të Prishtinës, tani në rivënjet e topit. Azemi është pranë Warikut.
Sa bukur atje, Ziggy Reed lufton, nuk realizon, por lufta vazhdon, Ezeagu atje e kap këtë top. Don Poloshka kundër sulmi shpejt për Kakrukin, i cili e kthen topin te Azemi dhe Lekëndreaj u pa nga aeroplani se do të shënon 21-17 ishte rezultati finali qereku të parë dhe tani me këte treshe afron në minimum rezultatin Lekëndreaj. E vjell topin Kakruki, kundër sulmi shpejt i tij depërton deri në fund dhe gabon atje. Tenton ta vjell këtë top. Lekëndreaj nuk arrin. Edhe Ziggy gabon kundër sulmi shpejt i Lekëndreajt. Bailey sa bukur atje personale. Apo jo, fall në sulm ishte i Adrio Baileyt. E ka goditur me bryll në fytyrë Ronda Sylën. Opa, po. Colimerio do të rikthehet në lojë, nga loja largohet Ziggy Reed i paknaqur që Jeronimo Sharin po e zëvendëson. Po me të vërtet Ziggy Reed, edhe pse u inkuadrua në lojë dhe realizoja treshe, i dekoncentruar paksa. Poloshka pran Atik Koshit e njeh mirë lojën e Atikut. Warwick, lëvizje bukur mashtruese e tij dhe mbi Azemin shtrihet mirë atje dhe realizon për 23-20. Doni përballë Aronit, Poloshka kundër Dasylës. E pret pick and rollin atje, Bailey e indihmon, por nuk e bën si duhet pick and rollin. Edhe 5 sekonda tenton për 3 pik dhe realizon Doni dhe barazon pikët e para, 2 treshe resht. Një e Lekëndreaj, tjetra e Don Poloshkës për barazim rezultati 23-23. Pick and roll Kakruki. Edhe njëherë të shofim. Pol në sulmi Kakrukit. Largohet Lekëndreaj. Është pushimi i pari Danielit sonte. Deri tash 7 pikë, 4 kërcime, 3 asistime dhe një top i vjedhur i hatashëm lojtari kryesor deri tash në parket për Sigal Prishtinën Lekëndreaj. Dasyla bukur për Anejin Majtaku, i cili ditë të qëllon treshe dhe përgjigjet në treshe të Donit me treshe giganti. Jor Anej, 208 cm-shi. Për të rikthyer 3 pike për si Burns, tenton nuk realizon më i larti Dasyla. Edhe Dasyla me treshën e ty, tresh për 29-23 për Sia. Më e lartë deri tash e vllaznimit, 2 treshe resht. Anej dhe Dasyla për plus 6 e përsin maksimale të kuqezinve. Burns deporton atje pranë Dasylës. Bailey dalet në mënyrë të palejuar. Faulli Ron Dasylës. Shumë lojtar korrekt është Jor Anej, me të vërtet personale Dasylës e pranon. Do të jetë në vine gjuajtjeve të lira Adrio Bailey. Herën e parë realizon. Vitin e kaluar, luajti në kampionatin e Republikës Dominikane, Bailey.
shënon edhe gjuajtjen e dytë të lirë për të afruar rezultatin në 29-25. Poloshka është pranë Dasylës. Dasyla për Kolimerio, çfarë blokade e Bejlit, por Kolimerio, braziliani e përmirëson dhe e rikthyen e përsin prej maksimale prej +6. Bejli për Poloshkën. E kërkon atje të lirë Bejlin, ja pason Burns, kërkon hapsin Burns, i ka dhe 8 sekonda për këtë sulm, pick and roll me Kakrukin, kemi një mismatch atje Azemi depërton deri në fund. Bejli për Poloshkën në sekondën e fundit, realizon treshën e tij Doni të dytë, 6 pikë të tij për të afruar në 31-28. E në anën tjetër, Joranej përgjigjet për 33-28. I shkëlqyeshëm Joranej në qerekun e dytë. 5 pikë të tij dhe i ka 6 kërcime. E një blokad. Tentim për treshe, Bejli nuk realizon. Kolimerio elegant atje. I shmangët kontaktit e fiton këtë top. Ati Koshi. Joranej. Bukur për Borikun i cili shmangët, tërhiqet mrapa, tenton nuk realizon, ka Kruki më i larti në kërcim. 5 minuta të qerekut të dytë kaluan. Ndeshja e fundit e Gjiro së 6, e cila përmbyll pra këtë Gjiro fantastike, cila solli shumë ndeshje interesante. Kërkon pik atje Don Poloshka, nuk e kupton ka Kruki, por gabon atje dhe ati Koshi, tenton të shpëton këtë top atje. Ronda Syla, shpresojmë se nuk është lënduar. Time out ka kërkuar trajneri Jeronimo Sharin. I vetë mohueshëm atje Roni. Kretë është në rregull me te. Ja, pikrisht Dasyla e nisi serinë e tresheve. Ërsa në këtë qerek, Sigal Prishtina realizoi 3 treshe, 2 prej të cilave ish Kuqeziu Don Poloshka nga loja, 2 tentime dhe 2 shënime. Ja, po shini atje Anej Warwick. Koncentruar me të vërtet Joranej sonte ishte i shkëlqyeshëm, dominoi në brendit të trapezit. Një personalitet shumë simpatik, shumë i sinqert dhe lojtar i cili pranon gabimet e tij më njëherë. Ju kujtohet ai rasti kur e preku topin, ai edhe pranoi, tha unë e kom prek. Mirë po, nuk e di si duket në insistim të kapitenit ati Koshit, Jeronimo Sharin kërkoi rishikimin, i cili doli të jeti gabueshëm. Joni Ismaili, figura kryesore me 6 pikë së bashku me Samir Zekicin të vllaznimi. Joni luajti vetëm 6 minuta 22 sekonda në qerekun e parë. Dhe për ato 6 minuta realizoi 6 pikë dhe 1 asistim. Rikthehet në parket dhe tani dy lojtarët të cilët ka ndruar anë, Joni Ismaili dhe Don Poloshka, tentim për 3 pikë, ka Kruki nga prapa, lufton me Joranejn, Samir Zekici e kap këtë tope, lufta rak nuk dorëzohet. Ismaili për Kolimerion, i vetmuar ishte Anej, nuk e pan, Kolimerio dhe Anej. Ismaili dhe personale e ka Krukit. Don Poloshka ankohet atje që ishte faul dhe i tërhiqet vërejtja e parë. Dion Haxhosaj sonte do të inkuadrohet në lojë për herë të parë. Ish lojtari Borës Dion Haxhosaj, 27 vjeçari Alo Qandra, shumë lojtari falendërueshëm.
është dashur ndoshta edhe më herët të inkuadrohet në lojë. Ismaili tenton dhe nuk e qëllon asnjë nga dy gjuajtjet e lira, mbetet me ato 6 pikët e realizuara. Joni si vjet ka pasur një ekzekutim prej 40% nga vija gjuajtjeve të lira, duhet të punoj më shumë në gjuajtje të lira. Burns për Bailin, i cili deporton për mrekulli dhe ndalët në mënyrë të palejuar. I shtrëngon muskujt atje, po mund të ndërshkohet me teknike. Edhe një faul, kosh faul për Bailin, i hatashëm ishte aty, e pa korridorin, deportoi pranë Samirit. Afro rezultati në 33-30. 4 pik, 2 kërcime, 1 asistim nga Baili. Me pikën e tij të pestë afron rezultatin në 2, 33-31, kur ka mbetur edhe 3-50 derën fund, i shmangët këtij presingu. Joranej sa bukur shpejt atje, deporton derën në fund. Gjosaj e pengon kundër sulmi shpejt i Bailit. Kolimerio shkakton faul dhe i kërkon falje. I thot që nuk ishte me qëllim. E shkeli në këmbën e Kolimerios Baili. Do të jetë edhe njerë në vinë gjuajtjeve të lira. 6 pik, 2 kërcime, 1 asistim dhe 1 top i vjedhur, 2 blokada nga Adrio Baili. Do të jenë dy gjuajtje të lira. Apo do të jenë 2 gjuajtje të lira për Adrio Bailin. 100% efikas ka qenë deri tash Baili. 3-3 është nga vija gjuajtjeve të lira, 7 pik i ka realizu. Është kjo pika e tij e 8 për 33-32, afron rezultatin në vetëm 1 pik. 100% efikas, 4-4 të gjitha gjuajtjet e lira të Prishtinës. Sonte i ka ekzekutuar Baili. Asnjë tjetër lojtar i Bardhe Kaltërve nuk ishte në vinë e penaleve. Dhe kjo është huqja e tij e parë, mbetet 33-32. Ismaili kalon shpejt atje, i shmangët presingut Don Poloshkës. Joranej për Zigi Ridin. Gjosaj bukur e mbyll atje Zigi Ridin, mbrojtje e mire Gjosajt. Ismaili tenton për 3 pik, i pasak në tentimin e tij për treshe. Ishte ky tentimi i tij i parë. Mbetet me ato 6 pik. Anën tjetër për treshe Don Poloshka, 100% efikas. Shumë statik janë lojtarët e Eq monton koshin atje Adrio Baili, sa nalt, mbi të gjithë, fluturon. Edhe koshin e shmonton Adrio Baili, edhe njëherë çfarë asistimi bukur në hapësi për toke atje i Don Poloshkës. Shumë statik ishin lojtarët e Prishtinës, mirë po kur të gjithë u ndalën dhe shikuan seri me sy, në brendi u fut Adrio Baili. I mrekullueshëm për 33-34. Ka shpërthyer, opa, edhe një top i vjedhur i Burnsit për 33-36. E tani kemi një seri fantastike. Pra pas ati rezultati prej 33-28 e 5 pikve e përsi. Kemi një seri prej 8-0 të mysafirve të udhëhequr nga Adrio Baili. E huq të parën Zigi Rid.
e Huq dhe mbetet 33-36. Shumë gjuajtje të lira të uqura tani nga skuadra e Vllaznemit. 10-4 janë nga vija gjuajtjeve të lira. Bailey edhe një herë atje depërton dhe realizon. I hatoshëm është Bailey. E vazhdon serin në 10-0. Ziggy Reed, Haxhosa është duke luajtur mbrojtje të mirë nga Ziggy Reed, që është arma kryesore e Vllaznemit me një mesatare prej 20 presin 6 pikëve. Zekiqi vetmuar tenton e Huq, por Ziggy Reed me kërcim në sulm realizon. E time out kërkon Kakiusis, i pa kënaqur me këtë kërcim në sulm të Ziggy Reedit. Dhe pikën e 5 të tij. $35 me 38. Thash pra pas atij rezultati prej 33 me 28 ishte Adrio Bailey. Të ndëgjojmë Kakiusisin. Everybody, you need to find somebody to box out. Leave the ball bounce down. Don't worry about this. Okay. On 21 makes no close out. You're going to the ball down only static. Okay. He has 2 fouls. It's like first to me and he goes back. No, you don't go for it. Yeah. I'm up top. If I'm the 8, if a ball goes through the net and you already on the baseline, at this point I go back. Now, can you run? Hey, offense like this. Good job. So, next off. Edhe një herë po e shohim në aksionet e tij fantastik Bailey me këtë ngulitje fantastike dhe kosh faul me 3 pikë të tij e nisi serin, pastaj realizoi edhe një gjuajtje të lirë dhe një ngulitje për 6 pikë, ndërsa pak më herët pra kur e ngritje përsin maksimalit të Prishtinasve në 33 me 38, kishte realizuar 8 nga 10 pikët e Prishtinës në këtë seri. Adrio Bailey, 12 pikë të tij. Në këto 3 minutat e fundit, i realizoi 8 nga këto 12 pikë, shpërtheu në këtë seri prej 10-0 që ishte para se Ziggy Reed të kërcente në sulm dhe të përmirësonte për 35 me 38. Pra nga -5 shkojnë +5 Prishtina. Burns tenton dhe realizon atje për të rikthyer 5 pikë përsi. Edhe 1 minutë e 40 sekonda deri në fund. Azemi është atje pranë Reedit, i cili depërton deri në fund. Mbrojtje fenomenale e Dion Haxhosait. Me të vërtet Joranej shkaktoi personale. Unë çuditëm se si edhe të skuadra tjera Dion Haxhosai është shfrytzuar shumë pak. Në tandem me Don Polloshkën njihen shumë mirë. Luajnë në mënyrë fenomenale Don Polloshka dhe Dion Haxhosai, sidomos atë luajnë pick and roll. Kalon në anën tjetër Doni, e kërkon Bailey. Bukur atje prapa shpinës da sylës të Burnsi. Çfarë pasimi i mençur i Don Polloshkës. Lekondre do të kthehet dhe njëherë në xhirim të përsëritur prapa shpinës për Burnsin, i cili dalet në mënyrë të paljuar nga da syla. Dhe Burns në tentimin e tij të parë realizon për 35 me 41 përsin maksimalit të Prishtinës deri tash +6. I koncentruar maksimalisht, një ndeshje shumë e vështirë pas një serie prej 2 humbjeve të Prishtinës dhe Joranej atje lufton më i larti në kërcim. 35 me 41 mbetet. Minuti i fundit, bukur atje Joranej. Bailey bën pressing, Reed depërton. Sa bukur e bëri atje pllokun Joranej në vertikale për t'i mundësuar Ziggy Reedit depërtim dhe afrimin e rezultatit në 37 me 41. Doni kërkon që Burns të largohet në anën tjetër, nuk e kuptoi aksionin Burnsi. Shumë statik janë lojtarët Prishtinas tani.
edhe 7 sekunda për këtë sulm. I vetmuar mbetet Azemi, i cili lanson dhe treshën e qëllon për 37-43. Time-out kërkon Kakiusis. E përsia më e lartë deri tash prej +7. Warwick. Azemi është pranë tij, deporton derën në fund Warwick. Time-out ka kërkuar trajneri Jeronimo Sharin, edhe 2:4 sekonda deri në fund. Edhe njërë të shofim ishte Arjan Azemia i cili e pengoj. Pikë të Adrio Bellit i cili ka dhe 5 kërcime. Në anën tjetër Lekën Drejaj me 7 pikë, 5 kërcime, 3 asistime. Dy lojtarët Bartës, natyrisht Don Poloshka tashmë edhe me asistimin e 4 të tij. 6 pike, 4 asistime. Pas saj treshe për Arjan Azemin. Po e kryen punën e tij në mënyrë fenomenale, ndërsa ishte ky deportimi i rezervistit Ziggy Reed, i cili në minutën e 8 të angazhimit të tij në lojë realizoi dhe pikën e 7. 2:4 sekonda deri në fund. Të shohim këto 2:4 sekonda. Na hiqni këto grafika. Poloshka e pengon atje Dasylën. Bukur atje. Joran i shkoj topin mes këmbëve dhe tani time-out kërkon Kakiusis. Mbrojtje e mirë e Prishtinasve, megjithatë e gjeti Dasyla korridorin, hapësinën e lirë atje për të pasuar topin. Po vështirë është një 208 cm që me ja pasu topin për toke ashtu. Ja, dhe njëherë, apo jo, kjo është ajshënimi i Joran Ejt pak më heret. Bailey, lojtari kryesor i mysafirëve në pjesën e parë së bashku me Daniel Lekëndrejn dhe Don Poloshkën, treshja e cila e kreu punën për mrekulli. Bailey pra me 12 pike, 5 kërcime, ndërsa Danieli me 7 pik, 5 kërcime dhe 3 asistime të tij. Ishte edhe Doni kundër ish skuadrës së vet me 6 pike, 4 asistime. Në anën tjetër 6 pike ka, po mos haroj, edhe lojtarin tjetër të Sigar Prishtinës ish Kuqeziun Arjan Azemin, i cili ka 6 pik, 3 kërcime, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur, po ashtu një lojë e mrekullueshme, 2 ish lojtarëve të vllaznimit që tash janë të Sigar Prishtina dhe 1:6 sekonda. Dion Hagjosa tenton për pak sa nuk realizon. Edhe pjesa e parë mbyllet me rezultatin 37-44. Pra është kjo përsia maksimale e Sigar Prishtinës gjatë pjesës e parë. E thash Bailey, figura kryesore me 12 pik, 5 kërcime. Daniel Lekëndrej me 7 pik, 5 kërcime dhe 3 asistime. Dhe 2 ish Kuqezinjët që tash luajnë për Sigar Prishtinën, Don Poloshka me 6 pike, 4 asistime. Dhe Arjan Azemi me 6 pik dhe 3 treshe të kërcimeve, asistimeve dhe topave të vjedhur ishin lojtarët më të mirë të mysafirëve. Në anën tjetër për vllaznimin shkëlqyen Ziggy Reed, i cili luajti vetëm 7 minuta 40 sekonda me 7 pik. Joni Ismaili, i cili kundër ish skuadrës e tij realizoi 6 pik, sa realizoi dhe Samir Zekici. Nga 5 i patën 3 lojtar, Warwick Anei dhe Koli Merio. Duhet theksuar se Joran Ej ishte më i miri në pjesën e parë të vllaznimit me 5 pike, 8 kërcime. Adhurues të basketbollit shkojmë
me një pushim 10 minutësh para se të kthehemi përsëri në Shanin Ushi me pjesën e dytë të duelit i cili e mbyll xhiron e 6 të Pro Credit Super Ligës, e cila filloi dje me ndeshjen Golden Eagle Ylli Bora 70-78, fituarja parë e Borës si vet, pastaj kryen ndeshja dy skuadrave të pamposhtura deri dje, Bashkimi Go Plus Peja 83-79, Bashkimi mbetët i pamposhtur, Peja epson disfatën e parë dhe para kësaj ndeshje nominatori Trepça ju kthye fitoreve pasi mposhti Ravecin 0-29 me rezultat 92-78. Shkojmë me pauzë, kthehemi në Shanin Ushi pas 10 minutave.